ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Kur arriti te fjala ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, nuk e pa pejgamberin Allahut ku e shifte që e kish zakon në mihrab. Nuk e pa pejgamberin Allahut duke dal nga dhoma e Aishit dhe ra të fikt Bilalit dhe warsjetu të Ebu Bekr Siddiku se s'ka mundësi më Bilali ta ngrit ezanin në xhamin e pejgamberit Allahut. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit e vetëm të pranuar tek Ai. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na nderoi dhe na veçoi dhe na boni nga ummeti zgjedhur, ummeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste mbi dashurinë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mes pretendimit dhe pasimit. Lejo të ndershëm, dashuria për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në fenë Allahut Azza wa Jall nuk është çështje ditësore, po dashuria për pejgamberin Allahut është çështje parësore. Dhe këtë dëshmon Imam Bejhaqiu në Shu'abil Iman, që transmetohet se është argumentu me një ajet i frikshëm për zemrat të gjalla, nga se Allahu Azza wa Jall i drejtohet me këtë ajet besimtarve duke i thonë: Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Nga këj ajet Imam Bejhaqiu është argumentu se dashuria për pejgamberin Allahut duhet të mbizotëron dhe duhet të te i kalon çdo dashurie që ekziston si për faqen e tokës. Pra thot Allahu Azza wa Jall, thuaj te o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kujt i flet pejgamberi Allahut me këtë ajet, këto citate që i zbritën pejgamberit Allahut që të lexohen deri në ditën e gjykimit. Thot Allahu Azza wa Jall, nëse baballar tuaj, prindërit tuaj, nëse fëmijët tuaj, vëllezërit tuaj, bashkëshortet e juaja, farefisi juaj, pasuria që keni gërumbullu, tregtia që frikë nëse po do pësoni dhe po dështonin ata, pallatet, vendbanimet e juaj që qëndëronin ata, janë më të dashur se Allahu dhe pejgamberi Allahut, dhe sakrifica për në rrugën e Allahut Azza wa Jall, fatarabbasu, atëre qëndëroni me këtë komoditet përkohësisht, amo dini një sen që Allahu Azza wa Jall nuk e udhëzon, nuk e qet në rrugë të drejt popullin e shfrenuar. Thot Imam Bejhaqiu,
Nuk e konsideron Allahu një popull të shfrenuar, vetëm ai që kalon mongo është një obligim prej obligimeve që Allahu Azza wa Jall detyroi njeriun. Pra dashuria e pejgamberit Allahut jo që vetëm të duhet pejgamberi Allahut. Po dashuria për pejgamberin Allahut duhet ta mbizotëron çdo dashuri. Pra Allahu të ndershëm, dashuria e pejgamberit Allahut nuk ka çështje ditësore. Ajo duhet të jetë parsore. Për këtë arsye pejgamberi Allahu tha: La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nuk e ka plotësuar besimin asnjëri nga ju derisa të jem te ai i dashur ma shumë se prindët e tij, ma shumë se fëmijët e tij, ma shumë se mbar njerëzimi. Pa për me dash pejgamberin Allahut është e detyrueshme që ta duajmë ma shumë se çdo antar të familjes son, çdo komoditet, çdo sen që na lidh zemra jon me ta në këtë botë. Pejgamberi Allahut është më parsor që të duhet. E po parashtrohet pyetja vëllezër të ndershëm, se pejgamberi Allahut meriton këtë dashuri. E para ka çështjen nga se pejgamberi Allahut është njeriu krijesa më e dashur tek Allahu Azza wa Jall. Pra thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sallallahu Azza wa Jall e ka përzgjedh pejgamberin Allahut dhe e ka bë mik të tij. Pa thonte pejgamberi Allahut me pas on mitësi me dikan, mitësinë e parë që e kisha pas me Abu Bekr Siddiqun, mirë po zotëria juaj pa pejgamberi Allahut është zotëria Allahut. Dhe Allahu Azza wa Jall na ka porositur që ta dojmë pejgamberin Allahut, ta dojmë atë që e përzgjedhi Allahu Azza wa Jall. Para dëlerën e pejgamberit Allahut s'ka mundësi askush ta dinë vetëm Allahu Azza wa Jall, ku Allahu Azza wa Jall tërthorazi me një ajet në Kur'anin e Kerim na tregon mbi vlerën e pejgamberit Allahut, ka thotë: Inna Allahe wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allahu Azza wa Jall çon salavat për pejgamberin Allahut. Të gjithë mbar melekët që janë biliona melek çojnë salavat mbi pejgamberin Allahut. Këtë vlerë që Allahu Azza wa Jall që e këtë epitet që ja dha pejgamberit Allahut nënkupton se vlera e madhe është e pejgamberit Allahut tek Allahu Azza wa Jall, derisa Allahu Azza wa Jall nuk e ka bon që një vepër të jetë e saktë dhe pranuar tek ai, përderisa nuk përputhet me modelin e të dashurit të tij, me modelin e pejgamberit Allahut. Pa dollë të ndershëm, Allahu Azza wa Jall nuk përmenet në një vend, vetëm shoqërohet për përmendja pejgamberit Allahut. Në ezanin kur e thermi thojmë ashhadu an la ilaha illallah, mirë po ja bashkan gjithni wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Gjithashtu në ikamet përmenet Allah dhe përmenet pejgamberi Allahut. Po dhe në çelësin e Islamit njeriu s'ka mundësi të hinë Islam pa e dëshmuar se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Pra nuk është përmend me një vend Allahu, vetëm është shoqëruar dhe përmendja me epitet më të lartë që posedon njerëzimi është me epitetin pejgamber dhe i dërguar dhe i nderuar i Allahut Azza wa Jall. Jo veç kaq, po Allahu Azza wa Jall nuk ka dërguar asnjë pejgamber si për faqen e tokës, si që përshkuat, si që ka anë me një transmitim se kanë anë 124.000 pejgamber. Allahu Azza wa Jall nuk e ka gradu me pejgamber Allah derisa ta merr një besatim. A dini çfarë besatimi Allahu Azza wa Jall ka marrë nga njerëzit e përzgjedhur, ka marrë nga njerëzit e përzgjedhur nga pejgambert e Allahut, se nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shfaqet duke qenë ju gjallë, a do ta besoni? A do t'i bindeni ati, a do t'a pasoni, a do t'a ndimoni, a do t'a përkarani? Pra të Allahu Azza wa Jall e boni i kemet që Isa i biri Merjemës të ngritët lartë në qiell dhe në akhiri zaman të ju jenë ti cili përfajtëson të gjithë pejgambert e Allahut, për sikur që ti thot që sikur të gjithë pejgambert e Allahut të kishin qenë gjallë, do të kishin vepru si që po veproj onë, që veproj Isa i biri Merjemës para çështje vëllezër të ndershëm. Bëhet xhamat i një xhamatit pejgamberit Allahut, gjikon me shariatin e pejgamberit Allahut. Para thonte Imam Dhahabiu, sahabiu shoku i cili vdes i fundit,
që është taku me pejgamberin e Allahut, ka besuar në ta dhe vdes me islam, është Isa i biri Merjemi. Vdes sahabi dhe pejgamberi Allahut. Se sahabi me qenë shoku pejgamberit Allahut, do me thonë që me taku pejgamberin Allahut dhe Isa e takoj në qiell. Me besu pejgamberin Allahut dhe me vdek në islam, pra Isa është ai cili vjen në akhiri zaman për të vërtetu se pejgambert e Allahut e mojnë besatimin që ja kanë thonë Allahut Azza wa Jall. Pra do leo të ndërshëm dashuria pejgamberit Allahut është obligim, se Allahu Azza wa Jall na ka lidhën pranimin e veprave dhe respektimin dhe bindjen e Allahut nuk është e pranuar tek Allahu derisa ti bindmi dhe pejgamberit Allahut. Ka e boni që Ibn Abbasin të thënë të trajetën Kurani Kerim kanë zri binet që njona pre atinve është wa atiu Allah wa atiu Rasul, bindjoni Allah dhe pejgamberit Allah, thënë dhe aj që i bindet Allah dhe nuk i bindet pejgamberit Allah nuk është i pranuar tek Allahu Azza wa Jall. Këtë shkojnë binet zhvledhë të ndërshëm në aspektin e bindje dhe përqeldjes pejgamberit Allah. Këta e kuptuan shokët e pejgamberit Allahu të mirë. Për ata Enes ibn Malik thonë të s'ka pas njeri që hecë të në ruzullin toksor e që në emrat tona u dun të ma shumë apo kishmi dashurin dhe i ti ma shumë se pejgamberi Allahu. Dhe kërë pytën Ali ibn Abi Talib si e keni dash ju pejgamberin Allahu, tha pejgamberi Allahu pasha Allahun ka desh ka qenë në zemrat tona ma i dashur se sa grumbullimi, tregtia dhe biznesi dhe pasuria jon, ma i dashur se sa fëmijët tanë, ma i dashur se prindët tanë, ma i dashur se sa nanat tona. Pejgamberi Allahu në zemrat tona ka qenën ma i freskët, ma i dashur se sa freskimi ujit të freskët në ditët e zhegit. Kështë kanë dash pejgamberin Allahu. Dhe ato të cilët nuk kanë qenë, që cilët kanë pretendu mirë, po janë ato që e kanë dëshmu vledhë të ndërshëm me vepër. Pra atë Saad ibn Rabi në luftën e Uhudit, kur pejgamberi Allahu dërgon Zeid ibn Thabitin që të vërteton gjendjen e Saad ibn Rabi, dhe i qonë selam pejgamberi Allahu Saad ibn Rabi. Saad ibn Rabi al-Ansario ishte në agonin e vdekjes, ishte në gjendjen e vdekjes në çastet e fundit të jetës. Dhe i qonë Zeid ibn Thabit thot të qonë selam pejgamberi Allahut. Pejgamberi Allahut interesohet për ti, ja Saad, si e kje gjendjen. Thot wa alejhi selam dhe bani selam shumë pejgamberit Allahut. Dhe për qeldja një selam popullit tim Ansario, Ansarove, se për derisa qerpiki tyre lëviz, për derisa janë të gjallë dhe shjetësohet pejgamberi Allahut, dihet se nuk kanë arsye për Allahut Azza wa Jall. Ndërsa vëllezër të ndërshëm sot për buzët dhe shohat dhe ofendohet pejgamberi Allahut, sot ofendohen shokët e pejgamberit Allahut, sot dhe për qeshet dhe talët me sunetin e pejgamberit Allahut, dhe ne kalojmë sikur që kjo çështje mos të boje me ne. A kjo në cenon çështjen e besimit ton, për atë Aisha radiallahu anha thonë të se janë urdhu muslimanët që të bojnë dua për shokët e pejgamberit Allahut, mirë po ato i goditën shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për atë Ebu Zura thonë të nëse i pytë që i futët dhe i thotë cilët janë njerëzit më të mirë pas Musajt, thënë shokët e Musajt. Nëse i pytë mi krishterë dhe i thonë cilët janë njerëz më të mirë pas Isajt, thonë Havarion, Ansarët, ata që e përkran Isajt. Pra shokët e Isajt a.s. vetëm shijat janë dërvishët sot. Nëse i pytë cilët janë njerëzit më të likë si për faqen e tokës, janë shokët e pejgamberit Allahut. Pra janë armiqë të pejgamberit Allahut të mirë, po nuk kanë guximin që të shfaqen për këtë arsye. Dëshirojnë që transmetuesit të cilët ne kanë bërë Kur'anin dhe Sunetin që të rënojnë, pra që të bjen feja dhe për atë Ibn Taymija i përshkruajti ato se janë gomarët e qifutëve, që ja bartin qifutëve malin e tyre në treg. Janë ata dërvishët e Iranit të cilët për fat të keq me djetë tona sot i ka dhënë hapësirë të madhe atyre për çka lekeve që ta sulmojnë islamin, dinin Allahut me pretendim se ne e dojnë familjen e pejgamberit Allahut. Ata që e dojnë pejgamberin Allahut s'ka dyshim se e dojnë dhe familjen e pejgamberit Allahut. Mirë pa ata që e dojnë familjen e pejgamberit Allahut janë ata që i dojnë dhe shokët e pejgamberit Allahut.
ato që i dojnë shokët e pejgamberit Allahut e dojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para të Zeid ibn Dethin e vlehut të ndërshëm me dëshmin e armikut të asaj kohe, që Ebu Sufjani endës për të kalu në Islam dhe arrestohet Zeid ibn Dethin dhe ditën kur dojnë që ta ekzekutojnë. Eftojnë Zeid ibn Dethin dhe i thojnë, a ke pas dëshirë që pejgamberi Allahut që jenë në vendin tanë e ty tishe të familjarët e tu? A kishe dëshirë që të ekzekutohet në vend tanë pejgamberi Allahut? Tha Zeid ibn Dethin e pasha Allahun, tha unë e jam razi që të ekzekutohem e një therë mos të theron pejgamberin e Allahut. Atëherë Ebu Sufjani tha nuk kam pas mu kam pa njerë që e dojnë pejgamberin e Allahut ma shumë se shokët e pejgamberit Allahut të dërguarin e tyre. Para të lehët të ndërshëm transmeton dhe Aisha dhe thot, unë se kam ditë se ka mundësi njeri ju të qanë prej gëzimit, vetëm ditën kur erdhë pejgamberi Allahut në mesin e drekës, të shoku, miko, i ti, Ebu Bekër Sidiko, dhe lajmëroj që pejgamberit Allahut ju ka dhonë leje që të bani xherat. A dini çfarë ndodhi me Ebu Bekër Sidikun që sakrifikoi për pejgamberin Allahut çdo sen u lejo të ndërshëm? Ebu Bekër Sidiku tha ja Allah e suhbe, a ban që unë të shoqëroj ti, atë jem me ti në emigrim në hijrat. Tha po ja Ebu Bekër bashk do të emigrojmë. Thot Aisha atëre pashtu qajtën Ebu Bekër Sidikun për gëzimit, i cili mor pasurin e vetë, la familjen e vetë, la komoditetin e vetë, la vetë banimin e vetë, e boni gjërat me pejgamberin Allahut, dërsa Ebu Bekër Sidiku qanë të pejgësimit, nga se pejgamberi Allahut ishte ma i dashur se çdo sen që e posedonin jetën e tyre. Pra të lehët të ndëshëm pa pejgamberin Allahut nuk ishte e paramendoshme që jetët e ekziston. Atë shumë e këndosh pejgamberin Allahut që transmeton Gjabir ibn Abdillah, i cili thot jam taku dhe kam nejt me pejgamberin Allahut ma shumë se 100 herë. I numëroshin sa herë kanë nejtën me pejgamberin Allahut. Transmeton Gjerir ibn Abdillah el-Bejeliu, i cili thot në jetën time janë vetëm ato qaste momente që kam qëndru me pejgamberin Allah, që ato janë të vleshme qërë tjeta e jeta ime nuk vlehen më shumë. A si kur qishin qenë qaste më të gjata, a si kur të kishmi qëndru me pejgamberin Allah dhe më shumë për atë të bejnë, kur i takoshin sahabët i pullshin bal, dhe i thashin në lejoni që ti pullmi këto si që e kanë panë pejgamberin Allah. Pra u leo të ndërshën pejgamberi Allahut gëzon të autoritet të shokët e ti të madhë, derisa ishte më i dashur në zemrat e tyre se çdo kush e përfillshin ata ajet që Allahu Azza wa Jall tha në Kur'anin e Kerim, laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Allahu Azza wa Jall ka bën një dhuratë ndaj besimtarëve. A dini cila dhurata më e madhe që Allahu Azza wa Jall pas islamit besimtarve ja ka dërgull, thot Allahu Azza wa Jall, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Dhurata më e madhe që Allahu ja ka dërguar mesin e juve një pejgamber, i cili ja mëson ajetet e Kur'anit dhe ja mëson sunetin e pejgamberit Allahut. Ai ja mëson atë që nuk keni pas mundësi ju me ditë asnjëherë në jetën tuaj, dhe ai atë që ju pastron. Pejgamberi Allahut, edhe pse keni qenë të humbur në kohën para ardhes pejgamberit Allahut, çfarë kishmi bën vëllezër të ndershëm ne sikur mos kishte qenë pejgamberi Allahut? Qa kishmi ditën ne, sikur mos kishte qenë pejgamberi Allahut? Para ta Ibn Qayyim ndërzizohet çka thot, se njohja e pejgamberit Allahut dhe me atë që ka ardhur pejgamberi Allahut dhe besimi me ata që ka lajmëruar pejgamberi Allahut dhe zbatimi dhe praktikimi për ata që na ka informuar pejgamberi Allahut është e domosdoshme dhe është shumë e rëndësishme. E pastaj nënvizon Ibn Qayyim i thot për çka se s'ka lumturi në dunjë dhe në ahiret, përderisa nuk merr mësime nga pejgamberi Allahut. S'ka mundësi që të dallojsh të mirën nga të keqja, mos kishte qenë pejgamberi Allahut. S'ka mundësi njeriu ta kënaqë Zotin e vet,
mos kish qenë në mësimet e pejgamberit Allahut. Pastaj Ibn Qayyim tha, ajo është peshorja. Pra pejgamberi Allahut, suneti pejgamberit Allahut është peshore që njeriu i peshon fjalët e tij, veprat e tij, sjelljet e tij. Dhe tha Ibn Qayyim rahimullah, mes pasimit të pejgamberit Allahut dhe pretendimit dallohen njerëz e mirë dhe njerëz të këqij. Pastaj tha Ibn Qayyim, vëllezër të ndershëm, se nevoja për më njohë me pejgamberin Allahut dhe me sunetin e tij, me fjalët e tij, veprat e tij dhe konfirmimet e tij është më e rëndësishme se sa është i rëndësishëm shpirti për trupin apo jeta për shpirtin. Është më e rëndësishme se sa drita për syrin. Tha pastaj Ibn Qayyim tha se zemra zemra smuat nëse nuk merr mësime nga pejgamberi Allahu dhe nuk bëhet talebe i tij. Ashtu si kur peshki kur del prej ujit dhe hedhet në fërtere, apo kur përzhitet, mirë po tha këtë nuk e ndin vetëm zemra e gjallë, nga se zemrët e vdekura apo trupat e vdekura nuk nin dhimt. Pra këtë dhimt kush e din vëllezër të ndershëm vetëm të gjallit, para pas vdekjes pejgamberit Allahut, muezini pejgamberit Allahut ishte me zemër të gjallë, që therë që e ngrit të fjallën wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, dëshmoj se Muhammed është i dërguar i Allahut, e shifte pejgamberin Allahut në një mërën prej dy vendeve, ose në mihrab pejgamberin Allahut, ose duke dal nga shtëpia, nga dhoma e Aishës. Para të lehat të ndërshëm kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Bilal ibn Rabahi morë të ngritë ezani dhe tha Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Kur arriti te fjala ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, nuk e pa pejgamberin Allahut ku e shifte që e kish zakon në mihrab. Nuk e pa pejgamberin Allahut duke dal nga dhoma e Aishit dhe ra të fikt Bilalit dhe warsjetu të Ebu Bekr Siddiku se s'ka mundësi më Bilali të ngrit ezanin në xhamin e pejgamberit Allahut. Sa heron tash për muezinin, kur i mungon imami që e ka pas zakon që ta shef në safin e parë, apo ta shef brendësin e xhamis, dhe warsjetu të Ebu Bekr Siddiku dhe tha, nuk ka mundësi Bilali të ngrin ezanin, përderisa nuk e shef pejgamberin Allahut. Po nuk mundi dhe Bilali të qëndron në Medine. Emigroj Bilali dhe shkoj në Sham, që të vinë ditët e Omerit. Dhe Omer ibn Khattabi erti dorëzon qelësët e Kutsit, dhe ju lut Omer ibn Khattabi, Bilal ibn Rabah që të ngritë ezanin, që të shmall dhe të kujton ditët kur ishte pejgamberi Allahu gjallë. Bilal ibn Rabahi tentoj dhe insistoj të arsjetohet. Mirë po insistuan dhe thanë prisi muslimanëve bon kërkes. Si ka mundësi që këthesh kërkesën prisit e muslimanëve. Bilal ibn Rabahi e mledh fuqin e ti dhe ngrit ezanin, qajti Omeri, qajtën sahabët. Thanë në rikujtove ditët, kur ishtë pejgamberi Allahu gjallë. Këta ishën ato bura që e dashtën sinqerisht pejgamberin Allahu dhe pasuan rrugën e pejgamberit Allahu. Ja pejgamberit Allahut ja përcelshin çdo fjalë, ja numroshin fjalë që i thonte dhe i praktikojshin jetën e vetë të përditshme, jetoshin me sunetin e pejgamberit Allahut, dhe kjo është dëshmia më e madhe se e kanë dashur pejgamberin Allahut, nga se thot Allahu azza wa jalla në Kur'anin e Kerim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Nëse pretendoni se doni Allahun, pasoni rrugën time. Thot Hasan al-Basriu, kjo është ajeti sprovës, ajeti imtihanit, që Allahu i ka sprovu të gjithë ata që pretendojnë se dojnë Allahun. Allahu i ka shtin provim, cili provimi, nëse doni Allahun, atëherë ndjek me sunetin e pejgamberit Allahut. Sa njeriu e don Allahun, aq sa e ndjek sunetin e pejgamberit Allahut, aq e don Allahun azza wa jall. Dhe Allahu ka përgëzuar nëse e doni Allahun, e ndjek në sunetin e pejgamberit Allahut, do ta fitoni dashurinë e Allahut, dhe Allahu azza wa jall do t'ja fal gjunat. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na fal gjunat,
të jetë i dashur në zemrat tona pejgamberi Allahut, ma shumë se çdo sen që ekziston në sipërfaqen e tokës. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na takon me pejgamberin Allahut në Jannatul Adn, siç ka premtuar për pejgamberin Allahut, xhenneti më i lartë që qëndron dhe pushon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe dashamir të pejgamberit Allahut. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Pra vëllezër të ndershëm, Bara ibn Azib, shoku pejgamberit Allahut, e përshkruan gjendjen e shokëve të pejgamberit Allahut në Medinë. Dhe thot dita më e gëzuar në Medinë ka qenë dita kur ka ardhur pejgamberi Allahut. Po ashtu thot Enes ibn Malik se dita që ka ndriçuar Medinja, qyteti i pejgamberit Allahut, ka qenë dita kur ka ardhur pejgamberi Allahut. E dita që është e rrësuar Medina ka qenë dita kur ka vdekën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ledhë të ndërshëm dhe kanë sakrifiku për mbrojtjen e tij. Zosen që e kanë poseduar në veçanti në luftën e Uhudit, ku Talha ibn Ubaydillah tan jetën e tij ju paralizu dora e tij duke mbrojtën fytyrën e pejgamberit Allahut. Ebu Dujane ish ai i cili që ndronte sikur kalam mbi pejgamberin Allahut dhe nuk lëvizte, edhe pse shpatat e goditëshin shpinën e tij duke mbrojtën pejgamberin Allahut. Pra Allahu të ndërshëm, Hasan al-Basriu kur e lexonte dhe ndëgjojte hadithin Enes ibn Malik që pejgamberi Allahut para se të Temimet Dariu para se të përgatit dhe të marron një mimber pejgamberit Allahut, para se pejgamberi Temimet Dariu që përgatit një mimber në ditën e Xuma, pejgamberi Allahut të mbështette me një trumë të hurmës. E një ditë prej ditëve kur unë gjithë ditën e parë, kur unë gjithë ditën e Xuma, pejgamberi Allahut në hitme, a dini çka ndodhi me trunkën e hurmës? Ja nisi vëllezër të ndershëm me çajt dhe me denez. Ja diti me çajt dhe denez trunku i hurmës, derisa pejgamberi Allahut zbrite për qafon dhe thot hesh. Pastaj ngjitet pejgamberi Allahut në mimber dhe thot, sikur mos ta kishna qetësuan, mos ta kishna përkran, mos ta kishna përqafu, do të kish qajtën dhe në ditën e gjykimit. Hasan al-Basriu thonte, more musliman, një send i ngurt po qanë, i përmalluar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa zemrat tona fare nuk përmallohen për pejgamberin Allahut. Fare nuk i përfillin urdhat dhe mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata që e dashtën pejgamberin Allahut, lejo të ndërshëm, banën çuditëra në këtë jetë. Imam Malik transmetohet kur e goditi Xhafer ibn Sulejmani, kur kërkon të fetfa që të jep Xhafer ibn Sulejmani si dëshiron taj. Mirë po Imam Malik nuk pranoj e goditi derisa i rat fik, lejo të ndërshëm. A di çfarë ndodhi imamit të Medinës, Imam Malik, kur ardhe dia para të fjalë që i foli Imam Malik ibn Anas, tha halal e ka Xhafer ibn Sulejmani, halal e ka çdo zen që ma ka torturu. E pastaj e pitën Imam Malik kur boni ma mirë, çka të boni që të flit çfarë e fjalë të para. Tha se si ka se tuta u frika se po vdes. Edhe u tërprova për pejgamberit Allahut. Çfarë u tërprova ja Imam Malik tha u tërprova nga se Xhafer ibn Sulejmani është nga gjemë të axhallarëve të pejgamberit Allahut, nga familja pejgamberit Allahut. O tërprova ti dal përballë pejgamberit Allahut, e unë të jem shkaktar sebeb që një antar i familjes së tij të hinë zjarr, për këtë arsye nxitova që t'ja bëj halal. Pra lejo të ndërshëm, këto ishin ata që e dashtën pejgamberin Allahut nga thellësia e zemrës. Derisa transmeton Aisha një njëri prej sahabëve, një ditë prej ditëve meditoj për pejgamberin Allahut, sa që u përballonte për pejgamberin Allahut, dilte në mëngjes në xhami dhe takonte pejgamberin Allahut. Pastaj u përballonte dilte në drekë dhe takonte pejgamberin Allahut. Mirë po një ditë meditoj këtë shtëpi dhe tha, do të takona me pejgamberin Allahut, do të shmalla me takimin me pejgamberin Allahut. Mirë po pasi të vdesmi,
Nëse të shkojmë të gjithë në xhenet, pejgamberi Allahu do të jetë në shkallën më të lartë të xhenetit. Atëherë si kena mundësi që ne ta shuajmë për mallimin ton për pejgamberin Allahut, ku agjesi do të takojmë ai lart në poshtë. Atëherë u mërzit fort dhe ja nisi me çaj. Erte pejgamberi Allahut në mëngjes me këtë ankesë. Vëllezër të ndershëm, heshti pejgamberi Allahut, nuk foli asgjë. Derisa Allahu Azza wa Jall dërgoi Xhibrilin alayhis salam për gëzim për ta, për gëzim për muslimanët, për gëzim për dashamirët e pejgamberit Allahut, që Allahu Azza wa Jall i zbriti këto citate në Kur'anin e Kerim që të lexohen dhe të përkthehen zemrat e përballuara për pejgamberin Allahut dhe për takimin dhe shoqërimin e tij. I Allahu Azza wa Jall këta jetë i zbriti dhe tha: "Wa man yuti Allah war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kush i bindet Allahut, pason pejgamberin Allahut, i bindet pejgamberit Allahut, ato do të jenë në ahiret me kanë me ato që i begatoj Allahu, pejgambert e Allahut, do të jenë me pejgambert e Allahut, do të jenë bashkarisht me besnikët, do të jenë me shahidët dëshmorë dhe njerëz të mirë. A ka dashamirë dhe mitësi më e madhe se sa të qëndrojsh me to? Kjo ishte për kthejlje për atë sahabi dhe për kthejlje për të gjithë ata të cilët e dojnë pejgamberin Allahut. Për atë transmeton Enes, i cili thot s'ka pas ditë pas ardhjes pejgamberit Allahut më të gëzueshme për shokët e pejgamberit Allahut se kjo ditë. Cila ditë ka qenë ja Enes? Tha ditë kur erdhi një njeri e pyeti pejgamberin Allahut dhe i tha: "Ja Rasulullah, kur do të ndodhe dita e Kiametit?" Tha: "Çka ke përgatit për atë ditë? Çka ke përgatit ti për atë ditë që më pyet? Që je ai që lakmon të dish?" Tha: "Wallahi nuk kam përgatit shumë vepra, vetëm se e du Allahun dhe pejgamberin Allahut. Nuk kam vepra sikur ata të cilët burrat e mëdhenj që kanë vepruar për rreth pejgamberit Allahut, vetëm se e du Allahun dhe pejgamberin Allahut." Kishte përgëzimi pejgamberit Allahut. Pejgamberi Allahut tha: "Njeri u ringjallën ditën e gjykimit me ata që e ka dash." Enes ibn Malik, kjo ka qenë dita më e gëzueshme pas ardhjes pejgamberit Allahut në Medinë, ku na përgëzoi se do të jemi inshallah me ato që i dojmë. Tha: "Unë e du pejgamberin Allahut, e du Abu Bekrin dhe Omerin, edhe pse veprat tona janë sikur të tyre. Pra shpresojmë të jemi me to. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na nderon të jemi me to. Dhe që shëruan xhenetet Allahut me pejgamberin Allahut dhe shokët e tij, siç e përgëzoi pejgamberi Allahut ata që i dojnë pejgamberin Allahut." Mirë po vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall ka thonë Kur'ani i Kerim: "Yawma ya'addu adh-dhalimu 'alayha yadayhi yaqul ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila." Ditën e gjykimit janë disa njerëz që i kafshojnë duart e tyre. Ka'b Ahbari ka thonë: "Njeri e kafshon dorën e vet prej dëshpërimit derisa ta han dorën deri në supë dhe nuk e don." A din kush janë këto njerëz që e hajnë dorët e veta në ditën e Kiametit? Dëgjoni, dhe kjo është mesazhi i fundit për këtë ditë, mesazhi i art që na transmeton Ibn Jarir at-Tabariu nga Ibn Abbas. Kush janë ata të cilët do t'i kafshojnë dorët e tyre në mënyrë të dëshpëruar, do t'i cilët janë pishman. Ato të cilët janë të dëshpëruar i kafshojnë dorët e tyre duke thonë: "Ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila." Si kur ta kishtë ndjek rrugën e pejgamberit Allahut. "Ya laytani lam attakhidh fulanan khalila." Si kur mos ta kisha njoh filanin i cili më devijoi nga rruga sunnetit pejgamberit Allahut. Si kur kisha largu dhe mos ta kisha njoh filanin i cili pasi Allahu ma njoftoi sunnetin e tij, mirë po ai mbani pishman më largoi nga xhamia sunnetit pejgamberit Allahut, nga lem largoi mua nga sunneti pejgamberit Allahut. Janë ata të cilët thot Ibn Abbasi e kanë dashur pejgamberin Allahut me gjuhë, mirë po nuk e kanë zbatu, nuk e kanë praktiku sunnetin e pejgamberit Allahut me vepër. Këto janë ata të cilët i kafshojnë dorët e tyre. Ne pretendojmë se e dojmë pejgamberin Allahut, ama nuk punojmë sa ai. Ne pretendojmë se e dojmë pejgamberin Allahut, mi po ibadetit nuk i krijmë modelin e tij. Ne pretendojmë se e dojmë pejgamberin Allahut, mirë po veprat tona nuk përputhen me sunetin e pejgamberit Allahut. Ende vëllezër të ndershëm, shejtani është ai i cili manipulon
që nëse s'ka mundësi të largoj pi fes, ka me të largu pi sunetit pejgamberit Allahut. Abdullah Mesudi thot, i pari devijim në umet që ka ndodhë kur njerëzit kanë rështitën nga suneti pejgamberit Allahut. Nga fillon rështitja e parë, le të ndërshë. Nga feja Allahut Azza wa Jall fillon kur ti fillojsh që sunetet e pejgamberit Allahut milon mi braktisën dhe me morë dhe një model qëtër pas pejgamberit Allahut, si ta dëshmojmë se dojmë pejgamberit Allahut, kurse ne nuk përputhet jeta tonë, jeta jonë nuk përputhet ibadetet tona me sunetin e pejgamberit Allahut. Mësimet e pejgamberit Allahut i kena lënë pas dore vëllezër të ndërshëm, a kurse pejgamberi Allahut qajti për ne dhe na konsideroj vëllezër. Neve në konsideroj vëllezër, vëllavin e vetë nuk pedon. A dim se s'pedon për çkak se nuk përputhet ata me jetën e vetë, për ata kanë thonë, dietarët nëse donë me ditë vëllezër të ndërshëm, nëse donë me ditë sa e donë ti pejgamberin Allahut këshirit ti mendimet në fenë tonë, a i ke përputhshmëri me sunetin e pejgamberit Allahut. Nëse si ke përputhshmëri, jep përparësi dëni hoxhës, dëni dietarit para pejgamberit Allahut, ti nuk e don pejgamberin Allahut. Apo jem më i saktë që e don me gjuhë mirë, po në praktik ti nuk e don. Në realitet nuk e don pejgamberin Allahut. Para ta Fatimja kur erdh bija pejgamberit Allahut, te Ebu Bekër Siddiku, njeriu i pëzgjedhur për krahasi pejgamberit Allahut, që ju përmend tërthorasi në shumë ajete të Kur'anit Kerimit, dhe i lip të hise trashëgimi që kalon pejgamberi Allahut. Ebu Bekri tha, pejgamberi Allahut ka thonë, unë nuk trashëgoj pasuri, nuk lën familjar, nuk kanë të drejta të trashëgojnë. Atë që kemi lënë ne as sadaka. Pastaj tha Ebu Bekër Siddiku një fjalë të artë që e shënoi historia dhe qëndron deri në ditën e gjykimit. Ndëgjone me vëmendje këtë që cilën do ta nënvizoj dhe mere sot dhe vetëm këtë të mjafton inshallah. Tha Ebu Bekër Siddiku, nuk kam guxim, unë nuk jam unë aqtrim që të kundërshtoj diçka që kam dëgju nga pejgamberi Allahut. Nuk jam guximtar që ta lo atë që kam dëgju nga pejgamberi Allahut, nga se nëse lon një urdhë që ka unu pejgamberi Allahut, frikë nëse po devijoj. Ja Ebu Bekër ti po devijon, ja pra Ebu Bekri po tuta se po devijon. Ndërsa na i kena lon 99% sunetet pejgamberit Allahut dhe jemi serbez na që nuk devijojmë, bile kape atinve që asni sunet të pejgamberit Allahut, po asni fars të dinit Allahut Azza wa Jall nuk e përfillin, amo ornoft hoxha pas meje, inshallah gjallë hoxha, edhe më fërkon muen tabut fort, edhe më përshqel muen qefinos fort, e pas ta inshallah që ndron edhe gjali jem pasanik, që radhitën hoxhalart me qindra, që ti morin ka 10 euro në gjep, edhe ma bojnë një qeli me të shahade, dhe inshallah une me pejgamberin Allahu në xhenet. Pra leo të ndërshëm, kjo është ajo ëndra që nuk ka ekzistu dhe nuk ekziston, kjo nuk mund të mërohet realitet, vetëm të njerëz që nuk e kuptojnë realitetin e fesë Allahut Azza wa Jall, s'ka mundësien të hinë në xhennet. Ka mundësi të hinë në xhennet. Dhe asnjëri pas pejgamberit Allahut, vetëm ai që ka qëndru besnik këtë dunja pas pejgamberit Allahut, ai që ka shkelën fërkemat, themrat dhe gjurmat e pejgamberit Allahut, janë ata që meritor që të hinë me pas pejgamberit Allahut në xhennet. Allahu ja ka bo haram që të hapët dirë të gjennetit vetëm për pejgamberin Allahu dhe pasuesit e pejgamberit Allahut. Allahu në bon për atin wa kulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa qimus salat.